Bismillah. Allah në falendrojmë, salavatet, selamet pejgamberit e dërgojmë. Atë ka ndodhur në herë që je përla me dikan, je hidhru me dikan, je kacafyt edhe kur ke shku në shpinë nuk ke mujt me gjetë rahati me vetën tane. Ke hynë në një armitësi me vetë vetën edhe ke fillu me mendu, ndoshta gjithë natën ke mendu se si t'ja bëj ati, si ta mundi ata. Inshallah Zoti ja thën qafën atij. Inshallah i ndodh një fatkeqësi atij në familje edhe unë kënaqem. Edhe ajo është kështu. Pastaj kur je qu nesër, e gjithë natën thuj se s'ka zënë gjumi, nesër kur je qu ke fillu me shpif për ta. Ke fillu me janë ngjit, me ja shpif ato të cilat ai nuk i ka. Edhe me kalu domethënë çështja jote, problemi jot me ta që e ke, edhe në çështje besimin, çështje morale, me akuzun moral, me akuzun besim, me akuzun vetit e mira që i ka ai. Edhe ti mendon që je tu qetësua dhe je tu marr hak kundër atij që po i bën këto veprime, këto mendime që e ke në vetvete, por në fakt ti je duke u zhyt në një armiqësi me veten tane. Domethënë e ke humbë paqen me vetveten. Ati kur gjë nuk është të i ndodh atje në shpinë e vet, pse ti po shpif për ta, pse ti të natë nuk po flan, pse ti ke kriju një hasmëri të skajshme kundër ti. Atëherë, aja vlen kjo? Në Islam kjo gjë është ndaluar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu në një transmetim të hadithit të saktë nga Buhariu dhe Muslimi, thotë cilësitë vetit apo veset e munafikut janë 4. E prej tyre ka përmendur wa idha khasama fajar, e kur armiqsohet me dikan te i kalon çdo kufi, nuk lasan pa përmend ato që ka dhe ato që se ka. Kështu, në këtë formë nëse mrin njëri në këtë nivel, atëherë më kuptu se ai ka cilësitë munafikut, ai ka probleme me paqen e brendshme, nuk është probleme të pala tjetër, sepse ndoshta ai ka bën një të keqe, ky ja kthen me 100 të tilla, edhe ky bëhet mëkatar. Ky e humb paqen me vetveten. Mos më mrin deri këtu. Allahu xhalla shanu ka thonë wala yajrimannakum shana'anu qaumin alla ta'dilu. Mos t'ju ndodh asesi, mos lejoni veten që nëse keni ndonjë keq kuptim me një grup njerëzish me dikan që kjo më ju dërgu deri në armiqësi, deri në zullum ndaj tyre, nuk na lejohet neve mi bë zullum tjetrit, pse na jeni kacafyt të kesh mendimet kundërta, të kesh një keq kuptim me palën tjetër, është shumë normale. Është një rregull që Allahu ka lënë në natyrë, nuk është patjetër të gjithë njerëzit me pas njëjtin mendim, por është patjetër të gjithë njerëzit me jetu brenda rregullave islame kur janë kundërshtim me palën tjetër. Domethënë mos mi thyr rregullat islame. Janë një prej strategjive se si mundet besimtari me shpëtuar nga kjo ose nga ky problem i brendshëm, nga ky zjarr i cili nga brenda e djeg edhe s'mundet me shpëtu. Dietarët kanë thonë, nëse janë armiqsu me dikant, ka ndodhur një armiqësi, një keq kuptim, një diçka, fillon ja përmend, mi mendu të mirat të cilat ai i posedon. Mirësi që ai ka, ai është pesëvaktle, ai e do babën e nanën, ai kontribon për hajër, ai është pasuesi i të vërtetës, ai jep sadak, ai nuk shpif për kërkan. Kur ti kujton këto, pastaj ti nalesh, fillon me uzbut ka qati. Ajo që është e rëndësishme, shpesh herë njerëzit pra me të cilat neve kemi pas keq kuptime, nuk e meritojnë asesi që na me i shtu derisa me u bë te i kalus të çdo kufiri, sepse tash domethënë kur te kalojmë kufinin, ai edhe nëse ne ka bën neve zullum pjesërisht, na kur ta kalojmë kufinin, na po i bëjmë ati 10 fish më shumë, 100 fish. Pra nuk e meriton armiqësia ose konflikti ose fërkimi me palën tjetër, nuk e meriton që na me kalu çdo kufi. Edhe e dyta, nuk e meritojmë vetë të natën me ne të mendu për ta edhe për të keqen që është mja bo ati. Sepse, vallahi l'adhim, kur gjë nuk i ban dëm se ti të natën rritë të menu edhe të zi kundër ti, nuk i ban ati dëm, për kundër azi ti e hum paqen me vetën tane. Fillon sa fizikisht me ndiku të ti, edhe psikikisht. Prandaj, kjo janë i paq me vetveten. Edhe nëse dikush ka bërë diçka më e mira, kategoria më e lartë është me i fal njerëzit. Me i fal. Ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Allah ka thënë nëse
fa'fu wasfahu, falni edhe shkoni kapja dorën për çafe. Te kaloj gjërat e dorës dytë. Ela tuhibuna, nuk doni që Allahu më ja fal mëkatet, gabim, normal që duam, po edhe nëse s'mundemi me ja fal për momentin, atëherë nuk ndërmarrim kundër ti kur gjë. Tek e fundit ja lëm Allahut në dorë. Pse? Se na mundemi me gabu kërshi ti. Por Allahu nuk gabon. Na jep hakin tonë, sepse kur t'ja lëm Zotit në dorë, jep me kuptu se na e kemi zgjedh Zotin gjykatësin tonë ditë kiametit. Allahu me kërkon nuk oj zullumçar, edhe na kemi besim te Zoti se ai na merr hakin, domethënë na jep hakin neve, edhe ati nuk i bën kur far zullumi. Prandaj keni kujdes nga te i kalimi i kufive nëse vjen deri tek keqkuptimi me një vëlla, sepse në këtë formë veç i bëjmë dëm vetes tonë asesi palës tjetër. Allah na rujt, Allah na falt.